Në qoftë se qytetari Gjakovës vërtet e kërkon ndryshimin, atëherë unë jam kandidati i duhur për ta bërë ndryshimin në Gjakovë. Investorët nuk do të trajtohen si armiq, por si partner. Brenda 4 viteve do të ndërtojmë spitalin rajonal modern në Gjakovë me pajisje helikopteresh për emergjenca kombëtare. Faleminderit shumë zonja Gjara, të nderuar qytetarë të Gjakovës, unë jam Meti Krasniqi, i rritur dhe i shkolluar në Zvicër, i diplomuar për ekonomi dhe me përvojë si menaxher e afarisë i suksesshëm. Sot jam këtu sepse besoj se përvojën, disiplinën dhe vizionin që kam fituar në Zvicër mund ta kthej në shërbim të Gjakovës tonë. Në qoftë se qytetari i Gjakovës vërtet e kërkon ndryshimin, atëherë unë jam kandidati i duhur për ta bërë ndryshimin në Gjakovë. Platforma ime ka disa shtylla kryesore: ekonomia dhe punësimi. Investorët nuk do të trajtohen si armiq, por si partner. Do të hapim një departament të posaçëm për investorët nga diasporën, nga mërkata shqiptare, me procedura të shpejta dhe lehtësira fiskale. Kemi rrjetet e fuqishme të biznesit shqiptare në Zvicër, Gjermani, Amerikë, që janë të gatshëm të sjellin kapital dhe teknologji në Gjakovë. Kjo do të thotë më shumë fabrika, start-upë dhe mbi të gjitha vende pune për të rinjët. Shëndetësia dhe kujdesi social. Do të vendosim sigurimin shëndetësor për qytetarët, si dhe një normë kontributi për kujdesin e pleqve dhe invalidëve. Brenda 4 viteve do të ndërtojmë spitalin rajonal modern në Gjakovë me pajisje helikopteresh për emergjenca kombëtare në bashkëpunim me Kosovën, Shqipërinë dhe partnerë ndërkombëtar si firmën gjermane e quajtur ADAC. Do të ndërtojmë edhe shtëpinë e pleqve, projekti financuar nga mërkata, që shërbimet e kujdesit të moshuarve të mbolohet nga sigurimi dhe jo nga xhepi i qytetarëve. Arsimi do të lidhet drejt për drejt me tregun e punës. Infrastruktura dhe shërbimet publike, aty ku është punuar mirë, do ta pranojmë dhe do të vazhdojmë tutje. Aty ku ka mbetur përgjysë, do ta përfundojmë.